Këtu është horoskopi i premte 19 shtator 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Miq të rinj dhe dëshirë për të shkuar larg. Ata që jetojnë dy histori do të bëjnë një zgjedhje, ata që kanë ndryshuar partner mund të mendojnë përsëri. Demi. Tensionet të mundshme me një njeri peshore apo dashi duhet të zgjidh një problem të vogël pune. E vetmja pengesë është mënyra juaj për të bërë gjëra, të cilat nganjëherë mund të bëhen agresive. Binjaket. Mos nënvlerësoni një dashuri të re dhe këto ditë përpiquni të pranoni disa ndryshime. Keni harruar një pagesë, keni kujdes sepse në këtë ditë mund të bëni marrëzi për shpërqendrimin tuaj. Gaforja. Kalofshi një ditë të mbar, mund të planifikoni më mirë atë që dëshironi të bëni në kohën tuaj të lirë, takime interesante. Nëse keni një rol drejtues ose në çdo rast duhet të vendosni për gjëra të rëndësishme, kjo është koha e duhur për të propozuar veten. Luani. Mundësi të mira për të shfrytëzuar për ata që kanë punuar mirë dhe kanë bërë kërkesa, përgjigje dhe marrëveshje të reja, tregti të favorizuara, ndërmjetësime të dobishme. Virgjeresha. Sot më duhet t'ju lutem të kujdeseni për komplikime të vogla. Nëse ka pasur një ndarje duhet ta kapërceni atë, do të jetë mirë të shmangni ndjenjat e fajit dhe tensionit. Peshorja. Këtu është një ditë efikase. Më e mira vjen pas dite, sepse në mëngjes mund të ndjeni të lodhur ose një dhimbje koke të lehtë, takime dashurie të shpërblyera, propozime të reja për punë gjithashtu. Akrepi. Jeni si një kal konkurrimi, sot do të arrini të kapërceni çdo pengesë, por nuk duhet t'u jepni hapësirë njerëzve që përpiqen në çdo mënyrë t'ju bëjnë të humbni durimin, preferoni relaksimin. Shigjetari. Dashuria shkëlqen. Nëse keni pasur një debat me dikë kohët e fundit, tani mund të rikuperoni, ju keni më shumë letra për të luajtur edhe në punë. Periudha e dyshimit për të zgjidhur një herë e përgjithmonë nga tërresat që ju mundojnë. Britsjapi. Disa vinë nga ditë të rënda, udhëtimi ose mbyllja e një biznesi të mirë jashtë qytetit është tani i mundur. Për zemrat e vetmuara, kjo është një kohë kur gjendjet e reja dashurie mund të vlerësohen. Momente në shërim të qartë. Ujori. Mundësitë e punës e reja të mundshme, kjo varet nga mosha dhe rrethanat, nuk keni pse të tërhiqeni, sepse aftësia juaj testohet. Peshqit. Ju keni vendosur që të realizoni një projekt shumë të kërkuar. Një mesazh i veçantë do të vijë. Nëse një njeri nuk është më në anën tuaj, do ta largoni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mirë.